Jam në një nga restorantet letimi më të çuditshme që kam qenë, po dhe unike. Dhe po të shikosh detajet e restorantit, duket sikur dikush ka hapur një shtëpi dhe e ka mbushur plot me gjëra random, pra gjëra, një piano i vjetër, çdo cep të këtij apartamenti që është brenda një pallati, pra kur erdhëm këtu ishte pak si e çuditshme dhe thash nuk ka asnjë lloj koordinimi, është shumë i ngjeshur, me shumë lule vend e pa vend dhe kafazet e karinave i kanë bërë me valizhe, po të vinë re. Poshtë është komplet valizhe dhe sipër e kanë bërë kafazin. Nuk ka kamarier fare, do të vesh porosisësh atje. Pra duket sikur tamam dikush ka hapur një apartament, e ka mbushur plot me gjëra antike, edhe gatuan në kuzhinën e saj. Po i bëj këtë video më shumë për t'ju treguar që nëse vërtet keni një ëndër të hapni një restorant apo një kafene, sigurisht në apartamentin tuaj, normalisht me licencë, mos u dekorajoni. Nuk duhet të kesh zbën një dekor fancy të keni marrë arkitekte, ku di unë, për të hapur një restorant mjafton që njerëzit të lënë përshtypje të mirë nga ushqimi, të lënë Google review dhe ne e gjetëm vetëm nga Google review.